Një tjetër i shumë kërkuar për krime të rënda është vënë në pranga dhe tashmë ndodhet në Shqipëri. Kristi Bixheku, 30 vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar, është ekstraduar nga Ulanda, fal bashkëpunimit mes Interpol Tiranës dhe Interpol Haga. Bixheku akuzohet për disa vepra të rënda penale mes të cilave shkatërim prone me eksploziv, sigurimi kushteve materiale për të kryer vrasje dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Ai dyshohet se ka qenë pjesë e grupit kriminal të Lajer Taxhis, i cili akuzohet për një seri vrasjesh dhe shpërtimesh me eksploziv në disa qytete të vendit. Sipas burimeve zyrtare të policisë së shtetit, Bixheku është përfshirë në vendosjen e eksplozivit në banesën e Bujar Turkut në Lushnjë, më 31 dhjetor 2022. Ngjarja ishte një tjetër sinjal i luftës mes grupeve kriminale, që për vite me radhë kanë tronditur këtë qytet dhe jo vetëm. Hetimet kanë zbuluar se ky grup kriminal është përgjegjës për 6 vrasje përfshirë 2 në Greqi, 5 raste të shkatërimit të pronës me eksploziv, 3 raste të vjedhjes me dhunë, 3 raste të sigurimit të kushteve për kryerjen e vrasjeve, 1 rast të kanosjes së punojësve të policisë. Krimet janë kryer kryesisht në Elbasan, Lushnjë, Tepelen, Korçë dhe Durrës gjatë periudhës 2021-2023. Deri tani, policia ka ekzekutuar 12 urdhër areste për këtë grup, ndërsa 3 persona mbeten ende në kërkim. Ekstradimi i Kristi Bixhekut është një tjetër goditje ndaj këtij rjeti kriminal, i cili mbetet ende aktiv dhe nën hetim nga autoritetet shqiptare dhe ndërkombëtare.